Po sikur, sa shpesh mendja endet mes pyetjeve, po sikur të mos ndodh, po sikur të mos ja dal, po sikur të humbas. Këto fjalë të vogla, po sikur, na marrin paqen, na mbushin me frikë, na çojnë larg besimit dhe afër dyshimit. Sot le të ndalemi në një çast të ndryshojmë pyetjet. Po sikur Zoti të ketë një plan më të mirë. Po sikur kjo vonesë të jetë mbrojtja e Tij për ty. Po sikur ky kapitull i vështirë të përgadis diçka më të bukur. Fjala e Zotit thot: ne e dim se për ata që e duan Perëndin, të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë. Zoti nuk harron asgjë, as lotët e tu, as pritjen tënde, as pyetjet e tua. Ai është në kontroll edhe kur ti nuk e kupton. Prandaj, herën tjetër kur mendja të thot po sikur të mos ndodh, kujto këtë. Po sikur Zoti tashmë është duke vepruar në mënyrën e Tij, në kohën e Tij, për të mirën tënde. Le të lutemi bashk. Zot, më ndihmo të mos jetoj me frikë, por me besim. Kur mendja ime më pyet po sikur, më kujtoj që Ti je gjithmonë besnik, se plani yt është më i mirë se imi.